Lugina e Shkopetit dhe Ulza vjojnë të tërheqin vëmendjen e vizitorëve të huaj. Kjo familje vjen nga Bullgaria dhe është ndalur në Qafulës për të shijuar pamjen e mrekullueshme që ofrohet nga aty. Për kryefamiljarin Graham, kjo është hera e parë që viziton Shqipërinë me familjen dhe e pëlqen shumë natyrën. Një nga pikat më të forta sipas tij është mikpritja, kudo që e tregojnë jo vetëm të rriturit, por edhe fëmijët. My family on a little road trip through Albania. What we like about it at the moment is because it's much warmer than Bulgaria. Kam ardhur në Shqipëri me familjen për një udhëtim të vogël. Ajo çka na pëlqen sidomos në këtë moment, moti sepse është më ngrohtë se në Bullgari. Janë malet, qetësia, hapësira. Këtu jemi më afër natyrës, mendoj. Gjëja e parë që më bëri përshtypje është që të gjithë fëmijët rrugëve na përshëndesin. Dhe jo vetëm fëmijët, por edhe moshat e ndryshme. Mbaj mend gjithashtu një burr të moshuar që na përshëndeti me një kazmë në dorë. Më pëlqeu gjesti. Njerëzit janë shumë mikpritës, e vetmja gjë që nuk më pëlqen janë rrugët. Të jemi drejt, jam vetëm në rrugët dytësore sepse nuk më pëlqen trafiku. Ndërsa Galena thot se motivi i ardhjes në Shqipëri ka qenë një dokumentar në Netflix që ka parë me vajzën e saj. But it still feels pure and wild. Më pëlqen natyra, duket shumë e egër, ka shumë fshatra dhe qyteza kudo, por prap ndihet e dëlirë. Në mëngjes na zgjoi një gjel, ndaluam në rrugë gjatë pasdites, dëgjuam prap një gjel, e njëjta gjë ndodhi sërish dhe kjo është më e bukura. Do të lëvizim për në Shkodër dhe më pas do të ikim për në Malin e Zi. Jemi këtu me vajzën tonë, ne pam një dokumentar për Shqipërinë në Netflix, ku fliste për kafshët e egra dhe për mbrojtjen e tyre. Asaj i pëlqeu aq shumë sa që tha dua të jetoj në Shqipëri kur të rritem. Për të është vizita e parë dhe po i pëlqen shumë deri më tani. Vajza 12 vjeçare shprehet se është apasionuar pas natyrës dhe kafshëve, ndaj kërkesa e saj ishte të vizitonin Shqipërinë dhe të mësonin më shumë për të. Well, I saw a lot of beautiful nature in that documentary and I really like being in the nature. Ishte natyrë shumë e bukur në atë dokumentar dhe mua më pëlqen shumë të jem në natyrë. I dua shumë kafshët dhe është shumë mirë të qëndrosh mes tyre. Unë kam 3 mace në shtëpi dhe ndihem sikur jam në shtëpi kur jam në natyrë. Kam studiuar për faunën shqiptare përpara se të vi këtu dhe jam i interesuar për të parë zogj, të cilët nuk janë në natyrën bullgare. I have 3 cats back at home. And I just feel more at home when I'm around, the nature instead of being in the city.